po e kam pas atë qëllimin, synimin tim që të përfundoj studimet, të përfundoj me notë të mirë, jo vetëm të përfundoj thjesht, po thjesht të përfundoj dhe të marr dije. Dhe ka pas rastin që brenda një semestri unë kam përfundu gjitha notat. Do thot për një semestër kam përfundu vitin, si që ka qenë atëherë. Shumë vullnet i madh vjen duket. Shumë vullnet i madh. Më pastaj gjatë kësaj periudhe unë edhe lidha me ardha një pune, fillova dhe të punoj. Po gjithsesi mos më shko te puna, po duhet të pyet te nusria, më ka met edhe një pyetje për ty. Se unë kur kam marrë në Kosovë dhe kam përjetuar ceremoninë kur e knojnë nusen, gratë e shtëpisë, kur shkon te burrit, nesrit, atë masnëresje dhe zi, kur shkon ajo ceremonia, kur gratë e knojnë nusen me defa. Edhe qysh mundohen me ja ul egon atë tekstet e atyne këngëve mu më kanë bërë përshtypje shumë. Si ke përjetu ti, a i ke përjetu? Njëjta gjë, më kanë bërë përshtypje edhe mu shumë dhe janë tekste, ndoshta edhe nuk janë të mira, po aso kohë... Asa i thojnë bulizim, tamam bulizim. Bulizim tash më përdorët, po aso kohë nuk ka qenë trendi që po i tash trit. Ska ekzistu kjo shprehje, po... Vërtet është një farë lloj bulizimi. Është një farë lloj bulizimi. Si të ka ardhur kur ke qenë veshur nuse ti kanë kënu ato këngë? Kanë qenë